Nëse Allahu t'jeni mirë të nderuar, do doja t'ju përkujtoja me një fjalë të bukur të Imamit të Madh Ibnul Qayyimit, Allahu e mëshiroft, i cili thotë: nëse do të shikosh sinqeritetin në veprat e tua, shiko se acënohet vepra kur njerëzit të lavdrojnë apo kur njerëzit të kritikojnë. Nëse kur njerëzit të lavdrojnë je i gatshëm ta kryesh atë, dhe kur njerëzit të kritikojnë fillon dhe ke ndrojtje për ta plotësuar atë, atëherë nuk je në rregull me sinqeritetin e kësaj vepre që po e bën për hir të Allahut. Andaj ripërtërije në jetën tënd, ringjallë në jetën tënd që të jetë i sinqert vetëm se për hir të Zotit, e ta kryesh veprën vetëm se për të arritur kënaqësinë e Tij, e jo kënaqësinë e krijesave e cila është e përkohshme, por kënaqësinë e Allahut Dhul Xhelal, i cili është i përhershëm dhe shpërblen me shpërblime që asnjë krijesë nuk mund të realizojë. Allahu ju bekoft dhe ju shpërblet me të mirat e Tij.